Ja, përse duhet të hani një lugë mjaltë para gjumit? Të konsumosh një lugë me mjaltë para gjumit mund të ofrojë disa përfitime për shëndetin dhe për gjumin tuaj. Do të përmirësoni cilësinë e gjumit. Mjalti stimulon prodhimin e melatoninës, një hormon që ndihmon trupin të relaksohet dhe të hyjë në fazën e gjumit të thellë. Rregullon nivelin e sheqerit në trup. Mjalti ndihmon në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, duke parandaluar kështu zgjimin e papritur. Nxitja e metabolizmit të trurit do të jetë gjithashtu e efektshme. Glukoza natyrale te mjalti furnizon trurin me energji gjatë gjumit, gjë që ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe funksioneve njohëse. Mbështet sistemin imunitar. Mjalti ka veti antibakteriale dhe antioksiduese që ndihmon në forcimin e imunitetit. Zbut kollën dhe fytyn e irrituar. Nëse keni kollë ose ndjeni irritime të fytit, mjalti mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre simptomave, duke ju ndihmuar që të flini gjithashtu më mirë dhe më të qetë gjatë natës.